Jo të gjithëve ju ndodh që përpara një frike përbalje të tillë, me frikën dhe me shpresën, me sfidën, pamundësinë, para operacionit më the që kam shumë frikë dhe kam frikë sepse do jem e pa ndërgjegjshme në ato momente, se kur kam ndërgjegjen, përballoj dhe e di që ja del. Edhe nuk e di si e gjetë ti atë kurajo, atë forcë që të realizoj edhe një video mesazh përpara operacionit. Kemi një video të cilën do doja që ta ndiqnim nëse do ta kemi gati. Është videoja që Stella ka regjistruar vetëm 10 minuta përpara se të hynte në sallën e operacionit, që janë vetëm pak minuta video, pak sekonda, por që me të drejtën në shpirtin e saj mbartin peshën e një viti. Në ato minutat e para ku sigurisht kishte edhe emocione, po edhe kishte një forcë të jashtme që të mbërtheu dhe që kur ti nuk kishe asnjë të sigur, ku siç e thash frika dhe shpresa ishin përballë me njëra tjetrën. Trupi gjithmonë krijon antitrupa për të mbrojtur. Dhe antitrupat e mi është kjo mënyra siç e kam zgjedhur unë për të përballur me sëmundjen time. Dhe mënyra që dëshira që unë dua të flas, dëshira që kam dëshirë të dëgjoj fjalë të mira dhe të jap fjalë të mira. Mendoj që kjo më ka bërë shumë, më ka ndihmuar shumë. Dhe një nga gjërat më të mira mendoj është që ne duhet të flasim, duhet të shprehemi, nuk duhet ta shohim si handicap, nuk duhet ta shohim si një anë të errët. Nuk ka gjë që nuk rregullohet nëse është dëshira e mirë për ta bërë këtë. Dëshirojmë ta ndajmë këtë moment të videos edhe me publikun, ne ndjekim së bashku, pak minuta para se të hynte në sallën e operacionit. Po është dita ime. Jam lodhur, jam dërmuar, por kur nuk jam dorëzuar. Marr frymë thellë dhe kam besim tek vetja ime, sepse ne jemi të forta. Ne nuk na mposht asgjë dhe uroj jo vetëm time sot, por edhe të gjitha femrat gratë që janë në situatën time, që ne do t'ja dalim, ne jemi të forta dhe ne jemi shembulli për fëmijët tanë, për ata që ka nevojë. Ju dua shumë gjithëve, ju pus. Shumë emocionuese. Si ndjesh kur e shikon tani pas një muaji? Isha shumë kurioze në fakt, sepse nuk mbaja mend asgjë kur dola mbas operacionit, dhe mami që më ndonjë afër më thoshte që sa bukur Stella, si e gjete forcën e këtu, dhe i thash që ma nuk po mbaj mend asnjë gjë. Do të thënë kam qenë me shumë me mbushur me emocione, por kur e pash pastaj emocionova shumë. Edhe nuk e di, më kanë shkruar shumë zonja, sepse unë komunikoj shumë në Instagramin tim, dhe me anë të kësaj videos më kanë shkruar shumë zonja që e kanë përjetuar të njëjtën gjë, të njëjtat emocione, të njëjtat, vetëm që nuk e kemi realizuar dhe ne, Stella, dhe shumë mesazhe të tilla vijnë që bravo Stella që e tregon këtë gjë, sepse fundit sfidat për ne njerëzit janë, kështu që